محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të mënduar, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, kemi përmendur në xhuman e kaluar se Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka udhëzuar për rrugën e duhur. Na ka mësuar se cilat duhet të jenë synimet e një besimtar në jetën e kësaj bote. Na ka treguar se cila është rruga e mirë dhe cila është rruga e keqe. Na ka përmendur i dërguari alayhi salatu wassalam se si duhet të jetë përmbajtja e jetës së besimtarit dhe si arrin një musliman jetën e kësaj bote të jetë i lumtur, të jetë i kënaqur në këtë dunjë, por edhe i shpërblyer ditën e gjykimit. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ittaqil maharima takun a'bada an-nasi. Largohu, ruaju nga çdo e ndaluar, kështu bëhesh rob i dashur i Allahut. Kështu Allahu don. Allahu e don atë njeri i cili largohet nga harami, largohet nga e keqja, zbaton urnat e Allahu xhallahu ala, nga se ai me këtë dëshmon sinqeritetin dhe vërtetësinë e besimit të tij. Mirë, po për të arritë këtë të ndërlodhur ka dhe pengesa, nuk është e lehtë. Ka dhe stimulimet mjaftueshme, po ka dhe pengesa. Një nga pengesat kryesore që realisht e dobësojnë njeriu në karshi gjërave të ndaluara dhe e shtyn drejt veprimit të tyre është lakmia dhe pamundësia dhe paaftësia me e menaxhu aspektin e psharak brenda qenies së tij. Allahu xhallahu ala ka përmendur në Kur'an se njeriu në pasim të vazhdueshëm të epshit kalon edhe në adhurim të epshit. Bëhet rob i tij dhe Zot i tij bëhet epshi fatkeqësisht. Dhe Allah tha: "E farajta alladhi ittakhadha ilahahu hawa." A ke pa atë që ka marrë epshin e tij, Zot që e adhuron. Allah na ruaj. Do thotë, çka do që i thot epshi ai e bën. Çka do që e kërkon epshi ai zbaton. Ka do që e orienton epshi, ai në atë anë shkon. Do të thotë përcaktues i orientimit dhe fuqi e organizimit të jetës së tij është epshi i tij, kujtja e tij, lakmia e tij. E ai që është i dominuar nga kjo prezencë kaq e madhe e epshit dhe paaftësia e frymimit, padyshim se nuk ka mundësi të ndalohet nga punë të ndaluara. Nuk ka mundësi të jetë i devotshëm, nga se kjo është pengesë. E si ka mundësi njeriu të ndërozë me e frenu vetveten? Si ka mundësi njeriu me e kry epshin në pozicionin që realisht i takon? Nga se Islami nuk ka ardhur që njeriu me e anulu epshin. Jo, nuk ka ardhur Islami me e luftu deri në zhdukje epshin, larg asaj. Por ka ardhur që epshi ta ketë rolin që e ka në bazë të asaj që Allahu e ka krijuar, e mos të te i kalon kufit. Nga se realisht Allahu xhallahu ala ka zbritur shpalljen që të na mëson të respektojmë kufit. Gjithçka e ka kufirin e vet. Shikoni edhe pejgamberin se me dojmë, po dashuria e tij ka kufi, nuk e adhurojmë. Pa gjithçka ka kufit e vet, edhe epshi ka kufirin e tij. E duhet me pas forca që realisht e mbajnë epshin brenda kufirit të tij. Një nga ato forca është edhe udhëzimi vijues i pejgamberit në hadithin që jemi duke e trajtuar që disa gjuma me radhë. Pasi që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ruaju, largohu nga haramet, do të bësh njeri më i mirë, më i dashur tek Allahu xhallahu ala, më i devotshëm. Pastaj i dërguar alayhi salatu wassalam këshillën duke thënë: "Warda bima qasama Allahu laka takun aghna an-nasi." Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ji i kënaqur, ma që ta ka nda Zoti, do të jesh njëri më i pasur. Ti jesh i kënaqur, ma që e ke,
t'jesh i kënaqur me atë që ta ka caktuar Allahu i mënduar, është padyshim, është një forcë, është një bindje e brendshme që njeriu t'ia rregullon shumë çështën e jetën e tij. Çka nuk kupton që t'jesh i kënaqur? Të ndërlozër, Islami na ka mësuar që ne të punojmë, të angazhohemi, edhe në aspektin e kësaj bote materiale, ta përmirësojmë në vazhdimsi aspektin ekonomik, mirëqenien sociale, çdo aspekt esim përpara. Mirë po, gjithmonë duke pas parasysh se kjo botë kalon. Kjo botë është mjet. Besimtari nuk kërkon nga pasuria sa për të grumbulluar, sa për të garuar me dikë tjetër, sa për ta përdorur në shënim, larg asaj. Edhe grumbullimi i pasurisë, edhe dituria, edhe pozita për besimtarin kanë kuptime, nga se janë mjete që i ndihmojnë në realizimin e qëllimeve të caktuara, e në veçanti qëllimit për cilë është krijuar, ajo është adhurimi Allahut të mënduar. Besimtari punon, angazhohet, dhe ajo që i vije është i kënaqur. Çka nuk kupton ti është i kënaqur? Nuk kupton që ta mbash lakmin kontroll, nga se të ndrozër sot nuk matet pasuria e njerëzit me sasi numerike të pasurisë që e ka. Edhe pse njerëz që e matin, njëri më i pasur në botë, pse ka kaq para. Pasuria nuk ka veç e kufizuar në aspekt material. I pasur është ai i cili është i kënaqur me atë që ka. I pasur është ai që është rahat, është i qetë, nga se lumturia, qetësia, rahatia, dashnia është pasuri më e madhe se aspekti material dhe i parave të ndërozër ato. Ka shumë gjëra që nuk mund me ble me para, nuk mundesh. Allahu xhallahu ala se ka mundsu. A mund ta blesh jetën me para duke i ashty vetes mundësinë për jetuar deri në përjetësi? Nuk mundesh. Vdesin njerëzit e u mbesin në llogaritë tyre miliarda para, apo e u mbesin hapësira të pafund me ndoshta të tokave që kanë, e pasurisë që kanë, dhe vdesin. Me tërket nuk kanë pas mundësi me ble jetën. Nuk kanë mundësi me ble jetën me pushtetin që e kanë. Njerëz të pushtetshëm që kanë ushtri, e kanë dikim, e kanë fuqi, megjithatë, kur rrihet saktimi Allahu xhallahu ala, gjitha këto i lojnë dhe ecin tutje. Prandaj nuk ke mundësi gjithçka me arrit me pasuri dhe fuqi. Për shkak se Allahu xhallahu ala çdo gjë që e ka dhënë, ja ka jep edhe ndikimin e kufizuar. Andaj besimtari punon, angazhohet, ama është i kënaqur me atë që Allah i ka caktuar. Elhamdulillah, i kënaqur. Andaj pasuria e tij më e madhe nuk është ajo që e ka fituar jashtë, por ajo që e ndjen nga brenda. Ku tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Laysatil ghina min kahtatil ard", nuk është pasuria në ekspozim të shumë të pasurisë, por tha el ghina al qalb. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, pasuria reale është pasuria e zemrës, kur shpirtin e ke të pasur, kur zemrën e ke të pasur. Nga se qëka i duhet dikujt pasuria i cili i dhimësët €1 me dhonë, nga se ka frikë se fiket, ka frikë se hargjohet. Këni mund tjetë i pasur jashtë, po brenda është i varfër s'ka ishmesht në emocione, është i varfër s'ka ishmesht në ndjenjat njerëzore, i varfër në dashuri, i varfër në bujari. E kjo është e vërtetë që duhet me e luftu edhe me e largu. Jo ajo tjetër që realisht njerëz vrapojnë pas pasurisë materiale, ndërsa e varfënojnë shpirtin e tyre. Islami ka ardhur që të cilë mësime që na ekuilibrojnë, na mundsojnë që në gjitha fushat me qenë si duhet. Edhe në dunja të jemi përpara, e të esim tutje, e të punojmë, e të angazhojmë, e të arrijmë, padyshim, nga se Allah xhallahu ala nuk e dën përtasin, Allah nuk e dën atë që është i varur nga tjerë, që ata tjerë kujdesin për të. Jo, dora që jep tek Allah është më e dashur se dora që merr. Dora e punëtorit është dora e dashur tek Allah xhallahu ala. Me për kjo ka kufi. Ti je i kënaqur. Jo ti je lakmiqar e pangopsi. Ti je i kënaqur me atë që Allah xhallahu ala ka caktuar, është pasuria më e madhe në rrugë. Shikoni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Si ishte jeta e tij? Megjithatë ishte njëri më i lumtur në botë. Pse? Nga se lumturia dhe kënaqësia e jetës buronte nga brendia e tij, jo nga e jashtme e tij. Kështu thanë dietarët tjerë se nëse armiqet, nëse kundërshtarët tentojnë që të marrëmbejnë lumturinë, e kanë të pamundshme. Nga se ata mund të marrëmbejnë të jashtmen, mund të më marrin pasurinë, mund të më privojnë nga disa çështje kësaj dhunjaje, mirë po lumturia ime buron nga brenda, nuk ka çasti atje askush, po Zoti i gjithësisë. Andaj atij që Allah xhallahu ala ka dhënë lumturinë e brendshme, ja ka dhënë besimin, pasurinë e zemrës dhe shpirtit, nuk ka kush ja merr. Këto të jashtëm ta marrin, apo e zhgënjejnë, e dobësojnë e kështu me radhë.
Andaj ta pejgamberi se warda bima qasama Allahu lak. Bëj i kënaqur me çka të ka caktuar Allahu te barekotar. Çdo aspekt, edhe në familje, edhe në shëndet, edhe në jetën bashkëtorë, por edhe në aspektin ekonomik, bëj i kënaqur. Elhamdulillah, kemi, elhamdulillah, ka thënë Allahu te barekotar. Kjo nuk është privim nga vazhdimësia në punë, larg asaj, por është një kënaqësi e brendshme shpirtërore e besimtarit që pavarësisht rrethonave të jashtme, ai është i kënaqur me çka Allah i ka caktuar nga se din se Allahu xhallahu ala nuk cakton posa asaj që është e dobishme për të. Prandaj bëj i kënaqur, elhamdulillah, me atë që Allahu ta ka dhënë, me atë që Allahu ta ka dhënë, çdo aspekt, edhe në aspektin e pasurisë. Mjafton me atë që ke, shikon me atë që ke, e mos shikon me atë që nuk ke, nga se kështu je pastaj më falërues. Dhe i dërguari sa më ka mësuar edhe praktikisht si me e jetësu të ndërlozër këtë udhëzim profetik që timi të kënaqur me atë që Allah e ka caktuar, me një udhëzim që duhet ta përmbylli këtë pjesë të parë të hutbës. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, të ndërlozër, kur ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, nuk po flas për një të rëndomt, nuk po flas për ndonjë njeri dijshëm, për një filozof, s'po flas për ta, po flas për dërguarin e Allahut. Po flas për njëri që Allah e ka mësuar drejt, direkt. Kur ka thonë pejgamberi, do të ka thonë Zoti xhallahu ala. Nga sa ai nuk flet nga hamendja, ai nuk flet nga vetja e tij, ai flet nga shpalla që i shpallet. Prandaj çdo udhëzim të pejgamberit asam duhet ta marrim shumë seriozisht, ta marrim shumë si të vërtetë, të pakontestueshëm, pa rezervë. Ta analizojmë atë udhëzim të pejgamberit sa dhe të mundohemi që ta jetësojmë jetën tonë përditshme, nga se çashtu që ka thonë pejgamberi, çashtu është. S'ka tjetër. Andaj çka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Tha, kur na mëson që shkoni kënaqur, shikoni në atë që është më poshtë, jo në atë që është më lart, nga se kështu do të jeni më mirë njohës për begatit dhe nuk i përbozni ato. Të ndrozër, nga një njeriu nuk din ka me shiku. Kur bie fjala për devotshmërinë, për besimin, na shikojnë më poshtë. Mirë jem në alhamna për falem, gjumon për falim, që ka njerë që s'falem, apo pastaj për shembull në aspekt në bamirësisë, po dhu alhamdulillah, ka njerë që s'japin kurrë, andaj i themi këtij gabim po këshirti, nuk bën në këtë situatë me këshir poshtë. Ndije për shembull, thot mirë është, ka njerë që edhe ngelin, unë e bële me trashja më aftë. Gabim me këshirta që ngelin, gabim me këshirte papunëtorët, dembelat, atje gabim me këshirë. Këshirët të zelshmi, të këbujarët, të këpuntorët, të guximshëm që atje këshirë. E kja është që kimi duhet. Ndërsh në aspekt material, në aspekt shëndetësor, po, këshirë më poshtë. Është e vërtet që nështë ta, si kena punë bashkë qysh nështë ta këshëm pasë qefna. Ama alhamdulillah, që ka mirë jemë, apëtën. E atër këshirë që ka, atër këshirë shumë punë, të ndërëzër, atër këshirë. E shep pastaj atë mbet hapësirë për mua në ku. E a do t'jeshtë i knaqër apo jo. Të nëzën në këtë kontekst, në përfundim, moralisht, fetarisht, po dhe njerëzisht, është një temë që ka prekupu botën që nuk mund të anashkalojmë. Çështja e vëllezërve dhe motrëve tona nga Gaza. A keni pa gjendje tyne? Domthonjë njerëz që vuajnë për një kafshat buke. Ishte para disa dite lajmërimi dhe paralajmërimi, alarmi i Kombeve të Bashkuara se nëse për 2 ditë nuk intervenohet, do të vdesin 14.000 fëmijë foshnjë. Për shkak se s'kan ushqim, për shkak se nuk kanë qumsht, për shkak se nuk kanë përkujdesje mjekësore të mjaftueshme, kanë me dek. 14.000 fëmijë me dek për një ditë. Pse? Pse një kriminal ju ka tek, apo të shfarros një popull të tërë për diçka që ai mendon se është në rregull dhe duhur. Të ndërozër, duhet ka njerëmi po këtë situata me pase, elhamdulillah, nësimi këtë situata. E na kemi qenë vështirë, e na kemi qenë situata të rona. Djeshja duke dëgju në një intervistë televizive rrëfimin e një të burgosit në burgën e Dubravës për masakrën e Dubravës, si janë masakru, me çfarë pamshiri janë vra, me çfarë zhveshje nga çdo parim njerëzor janë sakatos e janë masakru. Apo, deri vonë kjo ka qenë pjesë e përshmisë tonë. Nga një armik që kur s'na ka dashur mirën, halas na do të mirën. Po na ka përshu Zoti peshirë i tij koja shumë elhamdulillah. Dorës Allah që kejtë shirë i ti më nërgu për neve, e mëru gjithë më peshirë i tina. Por du mi kujtu se kemi qenë këtë situata edhe na kemi konë situata kur dikush na ka preje, na ka gri, e s'na kalon me hongër e me pi,
e na ka dëbuar, na ka përzon, na ka tentuar me na shfarros. Apo, andaj kujtesa jon për këto na bën me këmbë dim shumë. Mos flas për aspektin fetar, që kemi vllazën e motor ata që atje persekuton. Mos flas për aspektin njerëzor, që spaku njerëz janë kafsh. E kështu me radhë. Prandaj të vëzër, shiko pak në ato që më poshtë. Thush elhamdulillah, unë bile gjumë rahat po bëj. Elhamdulillah, mu bile po mdhem dikun, ama jo si atyne. Mu bile kur mdhem, e kam një spital që shkoj jam trajton dikush. Ata s'kan spital, ata s'kan as mjek. Spitalet e fundit bombardohen e shkatërrohen, edhe spitalet me gjithë të smurit e me gjithë ata që aty janë mrena duke u trajtuar, të gjithë përfundojnë në rënojat e shpërthimeve të pamshirshme që godasin spitalet e shkollat aty në vazhdimsi. Prandaj mirë njëri me pas një pamje pak më gjithëpërfshirëse, jo me shiku në pallatet e caktuara e në luksin e caktuar, po shiko pak më poshtë këqyr njerëz çfarë thonë arnojnë, e si te kalojnë, prapë mbi gjitha të vëzër. Aja që po mahnit botën është se këta njerëz me këtë situatë të sakatosur, e të goditur, nga çdo aspekt, të zhveshur nga çdo drejt që ju takon njerëzve me rënë me te, edhe e ushqimit, e pijes, e gjumit, e jetës, e shërimit, është e habitshme. Thojnë, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton Allahu azza wa jall, ajo është miku jon. Në Allah na mbështet. Prap kënaqen me Allahun xhallahu ala. Prap nuk ka bombardim, nuk ka privim, nuk ka uri që ulkun besimin në Allahun xhallahu ala, nga se e din se Allahu xhallahu xhelalu herë do kur do të marr hak për ata fëmijë që po vriten, e do të marr hak Allahu xhallahu ala për atë gjak që po derrët, e për ai uri që ka kapluar popull, edhe ku do në botë, çdo padri që bëhet realisht nuk është Allah i kënaqur me të. Por dunia është sprovë, i rënë Allahu xhallahu ala njerëzit me shikues se çfarë po bëjnë, e pastaj në fund ndërhyjnë i gjithfuqishmi, i cili mposhtë zullumçarët dhe merr hak për ata që kanë qenë gjithmonë të viktimizuar e të shtypur nga padrejësia e arrogantëve dhe xhelatëve të ndryshëm. Allahu xhallahu ala na e pastroi zemrën me kënaqësi, na rrit Allah nga lakmia, nga pangopsia. E atyre vëllezërve atje e motrave tona, Zoti u përmirësoi gjendjen. Allahu xhallahu ala u ktheu qetësinë, rahatin, i shpëtoi nga durrët e xhelatëve që po athithin gjakun ditë për ditë. Dhe është Allahu që ai është shifër që është përmend për vdekje të forshtime, mos tjetë që ashtu, po të shpëtohen e ndërhyjet që të ruhet jeta e grave, fëmijëve, e pleqve, e njerëzën përgjithësi, jo vetëm aty, po ku do në bëhet që derë dhe gjak i pafajshëm, e ka friksim të grave, të fëmijëve, të pleqve, ka uri, e ka etje, Zoti xhallahu ala xhanua përmirësoft, e na mundsoj që të jetojmë në paqe, në rahati, në bashkëpunim, që na ka mësuar Allahu te barekuta, të kënaqemi me atë që Allahu na ka dhënë, e jo të pangopshëm, e jo lakmiqar, që gjithmonë t'ia lakojmë atij tjetrit, e pastaj mos të zgjedhim mjete, se si kena me rrëmbye, se kena me marr Allahu na ruaj. Kërkoni falin nga Allahu, nga sallallahu falas, dhe është mëshirues se kullu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslima ala khayri khalqillahi ajmain nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Tan vazr në fond nuk mbetet pas tem edhe diçka me rëndësinë me këtë çështje. Ajo është. Nëse njëri shikon më poshtë në këtë çështje, e sheh sa i pasur është. E sheh sa shëndet ka, edhe pse ka dhimbje. E sheh sa kujdes ka, edhe pse ndoshta ndihet i vetmuar. Shikon situata ndryshme, e kupton sa të ka ndërua Allahu xhallahu ala, e sa të ka ruajtur Allahu, sa të ka pasur Allahu xhallahu ala. Prandaj kjo na çon te një pikë që është përmbledhja e këtij temës dhe përmbyllja e saj është se nëse një Allahu xhallahu ala kur nuk zhgënjesh. Ai që një Allahu është furnizuesi, kujdestari, bujari, i miri, i drejti, i urti, ai që Allahu në një kështu, kur s'mëzitet, e din Zoti xhallahu ala. Ai e din. Jemi të bindur se Allahu padrejsi nuk na bën. Imi të bindur se Allahu xhallahu ala nuk na privon pse nuk ka. Jo. Po i ndal kërë do punë me ti mundësu, i ndal do begati që me ta kujtu se dënjaje ki me dalë piktuin, a dhe mësu ma është shumë. Aja që është e përjetshme, edhe aja që është për te imaginatave, është në gjenetin Allah të bare këtala. Atje ki pas taj atë qka se ke paramendu, pa mund, pa lodhje, pa smundje, pa mërzi. Dënjaje i ka ngarkeset e veta, me rëndësi me që njëri faqebardh, me rëndësi me që njëri besimtar, me rëndësi me që njëri mirë, i devotshëm, i sjellshëm, me rëndësi që tjetë një besimtar, aj që të tjerët janë të sigur për ti, nga dora ti, nga gjuha ti, nga veprimet e ti, kjo është me rëndësi. Aj që këtë e ka arrit,
Ç'kjo është i pasur? Ç'kjo është pasuria të ndozur? Të tjerat pastaj vinë dhe shkojnë. Allah na i pastrov zemrat tona. Allah i pastrov shtëpitë tona me rahati, mirëqenie, dashni, respekt. Allah e pastrov shoqërinë tonë me drejtësi, me rahati, me bujari, me bashkëpunim, me dëmshëri për njëri tjetrin. Allah e pastrov këtë vend me siguri. Na ruajt Allahu xhallahu ala nga çdo faktor destabilizues që rrezikon sigurinë e lirinë tonë. E ruajt Allahu e rinin tonë. Allahun e los me rujt Allahu rinin ton. Allahu e ruajt rinin ton, të ardhmen ton, po na ruajt Allahu të gjithëve me mbrojtjen me kujdesin e tij, ashtu sikurse i ruan Allahu e i mbron robët e tij të mirë. Na i fal Allahu mëkatet e na përmirësoj gjendjen. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله